Interesu për punëtor. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi live në emisionin Debat Plus. Po diskutojmë për statuset e juja. Okej. Kështu, po kërkoni me bo kompromis, politika është kompromis. Kush do të me bo qëtë kompromis? Po mendoj që nëse takohen, mendoj se mund të gjejnë zgjidhje, sepse çështja është për buxhetin dhe kalimin e mjeteve tanake dhe mjeteve të tjera, sepse po të ishte që nuk kanë drejt të shpenzojnë buxhet, ose nuk do të kishin drejt shpenzonin mbi 60 milion që janë shpenzuar të vitit 2025. Unë mendoj që ka hapësirë në të dyja anët, dhe nëse është për të mirën e qytetarëve mund të gjendet edhe interpretime të ndryshme. Nga kush duhet bëhet kompromisi? Të dyja, unë mendoj që pa u taku nuk mund të as mu diskutu nga kush mund të bëhet. Po, sot për Parim Rama kërkoj me u taku me Hajrullah Qekun, me në fakt me Hekuran Muratin dhe Albin Kurtin. Unë e kam po të mësu që kur jam taku me Abdullah Hotin, ka qenë ministri i financa dhe për kundërshtime jemi mundu me gjetë zgjidhje. Edhe pse ka pas probleme të ndryshme, por një gjë është e qartë që autobusat janë dami më i pak që mund të bëhet nga mos alokimi i vjetër. Tri shkolla janë pa rrymë sot. 3 shkollat qerët nuk i kam pagu për shkak se kuzhina qendrore 1 milion euro janë bërsh, nuk është pagu buka, nuk është pagu rryma, nuk janë pagu asnjë mjet për investime kapitale nuk është pagu. Veç për shërbimet vogla. Por investimet kapitale edhe mund të mbledhen me përmbarues në fund të fundit, nëse janë të autorizuar nga komuna, por gjërat e tjera posaçërisht ato që janë marrë dhe shërbime, unë mendoj që mund të gjejnë zgjidhje në mes të palëve në këtë rast, por mendoj që shpallja e zgjedhjeve në 28 dhjetor tash i kanë ngurcuar edhe më shumë, por nuk po e di që domi është shumë i madh. Gjerimi po pyet, a o taku Abdullah Hoti, a është taku me ju? Po vërtet është taku. Është taku. Po. Po nuk ju ka refuzuar mu taku. Edhe pse nuk kemi pas dakordime disa herë, po është taku. Është taku. Ka qenë ministri i financave në atë kohë, kemi pas shumë mos pajtime, por është taku. Asnjëherë nuk ka ndodhur që mos mu taku, ka mujt me ndodhur mu vonu takimi, por ne kemi insistuar në takime dhe Abdullah Hoti ka pranuar që takohet, pa kurfar problemi. Shpan, faleminderit shumë. Kisha pas që veç po. Mbaj telefonin nga Çështja e kremës është shkurt e kam. Kush i ka fajet për që të ngërsh aktual? Shumë shkurt e sa na tregu. Unë mendoj që në këtë rast, pas asaj që dëgjova sot në protesta dhe nga përparimi, mendoj që qeveria po tregohet shumë e ngurtë dhe mendoj që qeveria ka detyrë mu taku me komunën. Edhe në kohën e Covidit, për shembull, kur ka qenë kryeministër Albin Kurti, të 38 komuna, veç me komunën e Prishtinës nuk u pa taku, dhe i pa ta thonë që unë nuk jam shpërndamëri i Albin Kurti, por jam kryetari i kryeministrit dhe ai është kryeministër. Ta që nga recidivista. Hekuran Murati është ministri i financave, për Parim Rama është kryetar komunës Prishtinës, nuk janë të partive, janë kryetar të kryeministrit dhe kryeministra apo ministri i shtetit. Ma e pakta që duhet me bo është ata e kanë detyrim, mos me thonë moral, po dhe ligjor me u taku me kryetarin e kryeministrit. Po thot që fojnë ose më të ngurtë është tregu. Mira e politikisht është qartë, po ai të shpjegoj atje 24 paga minuse ka marrë. Po disa mujt tërë ka pas penge, po të tregon çfarë gjendje ka gjithë trafikun urban dhe si ka rritë që ta përvisoj. Të lutem ta lëmë shpend, po. Dhe sot e fajsoj qeverisjen e LDK-s atëherë për plot zhagitit që na kanë bërë, por me u taku janë taku. Edhe sot po thot e fajsoj qeverisjen e LDK-s ta asokuhe, por me u taku janë taku. Shiko, për takime duhet patjetër, sepse ne duhet për interesat e qytetarëve. Shpend, falemderoj shumë që u inkuadrove në Debat Plus. Faleminderit. Takime me statusën Facebook, to do të diskutu në mes dy palëve, se në fundit takohen edhe me Serbin, po takohen e mos po takohen në Medveti është krim i madh. Faleminderit Shpend. Të pres në studio. Patjetër.